Miqtë e mi të dashur, ja ku takuam sërish për të folur për horoskopin ditor për ditën e njëjtë 25 prill 2019. Dashi, gjatë kësaj të njëjtëje, mund të ndjeni nën presion. Është një periudhë e cila do t'ju bëjë që të ndjeni të tensionuar për shkak të ngarkesës së gjërave me të cilat do të përballeni. Kjo është një periudhë gjatë së cilës nuk do të mungojnë mundësitë, lidhjet, sentimentet ka diçka që ju mundon, thellë, me thënë të drejtën. Keni shumë gjëra për të bërë dhe keni nevojë që të përqendroheni pak. Dashuria gjatë kësaj të njëjtëje do të jetë pak nën presion. Luani dashur, do të jeni shumë përzgjedhës në këtë moment duke kërkuar maksimumin. Megjithatë ka ardhur momenti që të kënaqeni. Dashuria ka qenë konfliktuale kohët e fundit, ndaj ka ardhur momenti për të menduar për një ndryshim. Këshillohet që të tregoni më shumë kujdes për formën fizike. Virgjëresha, do të jetë një ditë shumë interesante në raport me ato që keni lënë pas. Çiftet të cilat kanë kohë që janë bashkë duhet të mundohen që të relaksohen më shumë. Do të hasni në persona të cilët po mundohen që të pengojnë projektet tuaja. Mbajini syt hapur. Peshorja, gjatë kësaj dite dëshironi që të jeni të qetë, por nuk do ja dilni. Pasi ka diçka që ju shqetëson, ju tensionon, ju gacmon. Kjo pasi ndodheni në shoqërinë e njerëzve që ju heqin qetësinë, janë toksina. Shmangni përplasjet dhe polemikat dhe shtyni për më vonë diskutime e rëndësishme. Akrepi dashur, kjo ende do të ofrojë mundësi të shumta për të kapur fluturimthi. Ka ardhur momenti që të kuptoni se si janë realisht gjërat. Këshillohet që të pushoni më shumë dhe të reflektoni lidhur me situatën ekonomike. Shigjetari dashur, ende do të jetë e mbushur me përgjegjësi të mëdha. Nëse keni një aktivitet tuaj, personat që varen nga ju do të kenë nevojë që t'ju rinë mbi kokë. Parashikohet një periudhë energjike për sa i përket dashurisë, ku nuk do të mungojnë mundësitë. Britsjapi. Dashuria nuk do të ndikohet nga qasjet negative, nëse është e konsoliduar dhe e fortë. Megjithatë, duhet të prisni për një sqarim përfundimtar. Në raportet më pak të forta do të ndjeni praninë e një personi që nuk është në lartësinë tuaj. Parashikohet që të hidhni hapa të rëndësishme për sa i takon karrierës, por keni pak kujdes. Ujori, pavarësisht se humori nuk paraqitet i mirë, duhet të mundoheni që të përballeni me mendime konfliktuale me veten. Në këtë fazë të jetës, doni të bëni shumë gjëra, por ka diçka që ju pengon. Hëna do t'ju ofrojë mundësi të shumta, sidomos për ata që janë vetëm. Dhe shenja e fundit peshqit, parashikohet një ditë e mbushur me shumë mundësi. Në sferën sentimentale do të jeni më të fortë. Me gjas mund të lindë një konflikt në punë ose në shtëpi, ndaj duhet jeni të matur. Duhet të rishikoni disa role në sferën profesionale. Dhe ja ku po e mbyllim horoskopin për ditën e nesërme, duke ju uruar një mbrëmje sa më të qetë dhe një ditë shumë të bukur nesër. Merreni çdo gjë me sportivitet dhe bëni gjëra pozitive në jetën tuaj. Kjo është fjala ime e horoskopit. Ciao, ju dua shumë, faleminderit shumë që më ndiqni. Jeni shumë të mirë. Ciao.